Kandidatja për deputete në listën e mbyllur të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Eriona Ismaili, ka vazhduar takimet e zhvilluara në rang qarku. Ismaili është prezantuar me simpatizantët e Partisë Socialiste, strukturat, por edhe me votuesit në Sarandë, në një prej bashkive më të rëndësishme të qarkut të Vlorës. Pjesë e takimit kanë qenë edhe të rinj të reja të Sarandës, të cilët kanë marrë pjesë të shumë në numër në këtë takim. Eriona Ismaili është prezantuar nga afër me banorët dhe me qytetarët e Imarës, duke dëgjuar hallet dhe problemet e tyre, për të cilat ka garantuar se do të ketë një zgjidhje. Në fjalën e saj përgjatë takimit, Eriona Ismaili ka kërkuar mbështetjen me votë për Partinë Socialiste, si parti e cila ka ndryshuar Shqipërinë, si forca politike e cila do të sjellë më tepër ndryshime për partitë politike. Sipas kandidates për deputete Eriona Ismaili, Partia Socialiste do të jetë fituese e padiskutueshme në zgjedhjet e 11 majit, për të vazhduar punën, projektet, por edhe veprat e mira infrastrukturore, jo vetëm për Sarandën, por dhe më gjerë. Ismaili ka garantuar qytetarët e Sarandës, të rinj dhe të rejat, që nesër do të jetë zëri i tyre në parlament, për të ndarë aty hallet dhe problemet e zonave në fjalë, duke lobuar për të gjetur zgjidhje. E bindur në mbështetjen e tyre, ka kërkuar besimin me votë për të nisur sipas saj rrugëtimin europian të vendit. Për një Shqipëri me mirëqenie më të lartë ekonomike, paga dhe pensione më të larta, duhet votoni Partinë Socialiste, thekson ndër të tjera në fjalën e saj Eriona Ismaili.